Miq të Radio 7, përshëndetje. Jemi sot në studio me Alban Telaj dhe ai është me ne sot për të treguar më shumë rreth jetës së tij dhe mënyrës se si Perëndia është duke përdorur përmes muzikës së adhurimit. Prej vitesh Albani është një drejtues adhurimi, duke filluar me kishën e adhurimit në Korç, me shumë shërbesa të ndryshme në zonën e Korçës, në Ersek edhe përreth në vende të ndryshme të Shqipërisë, por tashmë prej vitesh jeton në Suedi e megjithatë nuk e ka harruar Shqipërinë, sepse vjen këtë herë për të prezantuar dhe për të promovuar këngë të cilat i ka krijuar në Shqip. Alban, përshëndetje. Përshëndetje, Jona. Faleminderit për ftesën. Unë jam shumë e kënaqur që ti gjete kohën, edhe pse tashmë jeton në Suedi, që gjatë kësaj periudhe të shkurtër që je në Shqipëri, të mund të realizojmë këtë intervistë së bashku. Faleminderit. Faleminderit juve për ftesën, është kënaqësi. Unë që nga momenti kur e kam dëgjuar këngën Bekimi yt, Po. është një nga ato këngë që të mbetet në mendje, edhe vazhdimisht e kam kënduar në shtëpi bashkë me fëmijët gjithashtu, sepse është një e vërtet që ne shpallim për atë vepër që Perëndia ka bërë në jetën tonë. Janë premtimet e Perëndisë. Në fakt në këngë përmendet Abrahami, por faktikisht të njëjtat premtime janë edhe për ne, që bekimi i Perëndisë do të jetë si lumë në jetën tonë. Dhe doja pikërisht ta filloja me këtë pyetje, si ka lindur kjo këngë? Atëherë, kënga Bekimi yt ka lindur para shumë vitesh, para se të shkoja në Suedi bashkë me familjen. Bekimi yt është kënduar edhe në kishë në Korç. Më kujtohet që kemi pasur një grup adhurimi vetëm me vajza në Korç, edhe jemi munduar që ta performojmë edhe atje. Kështu që besoj se diku rreth 13 vjet përpara, por që s'kam patur mundësinë për ta performuar, domethënë për ta incizuar edhe. Po erdhi momenti, Perëndia ka kohën e vet, momentin e dur, koha e Zotit është koha më perfekte. Edhe nga momenti kur është regjistruar, cilat janë disa nga reagimet që ti ke marrë për këtë këngë? Shumë miq më kanë shkruar, vëllezër, motra në Krishtin, janë bekuar, e kanë parë si një këngë bekim. Përveç asaj, ka njerëz që patjetër që më kanë shkruar dhe më kanë thënë, shiko, nuk është se kam dëgjuar këngën me vëmendje në momentin që e ke dërguar, por kur i kam kushtuar vëmendje këngës, atje kam parë që po, Zoti ka premtime për jetën time. Dhe unë besoj në këto premtime. Cili është premtimi ose historia nga Bibla ku mbështetet kjo këngë, nëse mund ta ndajmë më gjerësisht? Atëherë, frymëzimi i parë që ka erdhur për krijimin e këngës është historia e Abrahamit, kur në momentin që Zoti thot Abraham, a mundesh që ti numërosh yjet që janë në qiell, ai thot jo, Zot, s'mundem. Kështu do të jetë bekimi im për ty. Si yjet e qiellit, si rëra e detit, kështu do të jetë bekimi im për ty. Edhe më ka bër përshtypje fjalët që Zoti i drejton Abrahamit, premtimet që i bën Abrahamit. Edhe më kanë frymëzuar. Jashtëzakonisht, patjetër, derisa u krijua kënga. Cili është mesazhi që ti dëshiron që të japësh të tjerëve ndërsa e dëgjojnë këtë këngë? Çfarë doje ti që ata të merrnin? Atëherë, ka njerëz që në momentin që kanë besuar në Jezus Krishtin, ndoshta situata të ndryshme në jetë i kanë bërë që të largohen, edhe ta lënë atë garën e besimit, si thuash, të dorëzohen disi, po përmes kësaj kënge unë kam përcjell atë mesazh që është Perëndia i njëjtë. Njësoj si që ishte në kohën e Abrahamit, është i njëjti Zot, që kur nuk të lënë në baltë, që kur nuk të braktis, ku edhe vetë Zoti e përshkrua në Bibël dhe thot, unë kur Zot të lë, dhe kur s'do të braktis. Zoti ka bërë një beslidhje me ne, dhe beslidhja është përmes Jezus Krishtit. Kështu që unë kam dashur t'i inkurajoj në një farë mënyrë të gjitha ata besimtar që janë larguar disi nga besimi, edhe le t'i rikthehen sërish premtimeve të Zotit. Edhe premtimet e Zotit janë po edhe amen.
Amen. Dhe faktikisht në gjithë këto vite që ti ke besuar tek Perëndia, besoj që mund të sjellësh ndërmend momente kur me të vërtetë ke parë dorën e Zotit të punojë në jetën tënde. Patjetër. Ka goxha momente, unë nuk di këtë zet parin, do të thënë që Zoti ka punuar në jetën time, por në një moment kur kam qenë në Suedi, i kam thënë bashkëshortes time në Vilës, si ne përshëndes, i kam thënë, po pse unë po e lek të talent? Zoti më ka dhënë adhurimin, më ka dhënë krijimin e këngës. Dhe në Vila ka qenë një mbështetje fort, më ka thënë, shiko, Zoti ka një moment të caktuar. Ky moment ndoshta nuk është ai duri për ty që të vazhdosh me dhuntin që ke, po ndoshta më vonë dhe erdhi ky moment. E vërtet. A e kujton momentin kur ti ke besuar tek Zoti, a ke qenë shumë i vogël atëherë? Patjetër që e mbaj mend. Më kujtohet, kam qenë rreth moshës 9 ose 10 vjeç kur kam dëgjuar për Jezusin për herë të parë, ka qenë në Korçë, kisha fjala e jetës. Më kujtojnë goxha njerëz për momentin, por s'po dua t'i përmend sepse janë shumë. Po, kam qenë në grupin e të vegjëlve, në grupin e fëmijëve. Më pas afër shtëpisë ku banoja në Korçë ishte edhe kisha adhurimi dhe më duk më arsyeshme për të shkuar atje, ndoshta edhe Zoti kishte një thirrje. Po. Edhe ju aty keni shërbyer si drejtues adhurimi për vite me radhë? Në fakt ka patur momente të caktuara kur disa nga drejtuesit shkonin për shembull në shkolla biblike dhe më binte radha edhe mua që të drejtoja. Po. Si ka qenë kjo përvojë për ty, pra të rritesh me Zotin? Po flasim periudhën e fëmijërisë, adoleshencës, fillimet e besimit. Si i kujton? Më kujtoj që nuk doja të humbisja asnjë nga takimet me grupin e fëmijëve, ishte goxha tërheqëse. Ose drejtuesit e sillnin në atë lloj mënyre që fëmijët të tërhiqeshin, por më kujtohet historia ime e parë që më ka ngelur në mendje nga Bibla. Si çdo fëmijë, Sansoni, edhe fillonte imagjinata, bënte dë vetën, edhe fuqia e Perëndisë. Zoti e përdori kështu Sansonin, ishte i fuqishëm, edhe kjo gjë më ngeli në mendje. Pastaj, patjetër, gradualisht, duke zbuluar edhe më vonë Biblën, historitë me radhë, lavdi Perëndisë, që Zoti më ka thirrur që në moshë të vogël. Alban, sikurse ju edhe familja juaj, ka edhe shumë besimtarë tjerë cilët janë larguar tashmë edhe jetojnë jashtë Shqipërisë. Ju keni pasur mundësinë gjatë atyre viteve edhe të takoheni bashkë, po themi virtualisht, për të inkurajuar njëri tjetrin. Si e shikon pikërisht këtë rol aty ku Perëndia ju ka vendosur ju për të shërbyer Zotit? Faktikisht po dua të prek të cek një pjesë të vogël të shërbesës që kemi në Suedi. Përveç takimeve që kryejmë në Suedi, kemi kështu si takime shtëpie, grupe të vogla. Kemi dhe një shërbes tjetër që është online, takimi së shtunës, ku besimtar që kanë qenë pjesë e kishës ose adhurimi ose kishave të ndryshme që kanë emigruar edhe s'kan mundësi për një kishë fizike, ose kanë larg, ose në të kundërt nuk kuptojnë gjuhën për të kuptuar mesazhin e fjalës. Dhe ne kemi krijuar këtë platformën ku ju kemi ofruar besimtarve një mundësi që të mund të mblidhen në Messenger. Edhe të mund të dëgjojnë fjalën nga predikues të ndryshëm, nga pastorë të ndryshëm, nga unë gjithashtu, kemi dhe atë pjesën e adhurimit që këndojmë bashkë. Si dëshiron që Perëndia të përdor në vazhdim? Qoftë në Suedi, po edhe këtu në Shqipëri. E di që tashmë mbase jeta është pak je më i shkëputur nga Shqipëria, megjithatë unë shikoj që ti je duke dhënë edhe në këtë vend. Po si e shikon në përgjithësi, si do doje ti? Në fakt, para se të nisja këtë projekt me këngë, kam thënë në lutjet e mia, Zot, ti ke bërë kaq shumë për mua, sa që s'di si tash përblej. Por,
unë dua të bëj një gjë për ty. Dua të të dhuroj një buqet me këngë adhurimi, lavdërimi, ti ke qenë besnik me mua në çdo moment, o Zot. Dhe e kam nisur me bekimin yt, dhe besoj se do të vazhdoj me këngë të tjera. Dhe ne do të kemi privilegjin sot të dëgjojmë për herë të parë një këngë të re që ti sapo ke punuar gjatë këtyre kohëve. A mund na tregosh pak më shumë për këtë këngë? Është një këngë që ka erdhur jo më larg se 2 muaj gjys. Zoti ka vendosur në zemër këtë këngë para 2 muaj gjys, besoj, edhe është një këngë që në fillim kur kam dashur ta krijoj, kam pyetur në lutjet e mia, Zot, në çfarë lloj forme mund ta sjell, sepse si melodi është krijuar, por si tekst dua që të gjithë vëllezërit edhe motrat në Krishtin kur ta dëgjojnë të inkurajohen, të nxiten, edhe pse jo të shohin edhe veten e tyre në këtë këngë. Besoj se do ju pëlqej. Ne mezi presim ta dëgjojmë ndërsa ti do ta sjellësh në studion ton. A do të kishe një mesazh të fundit për ta ndarë me dëgjuesit tan? Po. Mesazhi im i fundit është mos u shkëput nga Zoti. Mos u shkëput kur nga Jezus Krishti. E kuptoj që ndoshta mund të kesh situata të ndryshme në jetën tënde. E kuptoj që ndonjëherë jeta nuk është e lehtë, por mbaj mend vetëm një gjë. Zoti është me ty. Dhe mjafton të besosh, mjafton që besimi yt të jetë sa një kokër sinapi. Dhe Zoti premton dhe thot, ju do t'i thoni këtij mali lëviz dhe ai do të lëviz. Kur mos u shkëput nga Jezusi. Dhe mesazhi i fundit që doja të përmendja është në çdo moment, në çdo situatë, në çdo orë të ditës, qoftë edhe të natës, dera e Perëndis është e hapur. Mjafton që të thrasi me emrin e Tij. Dhe ai është besnik. Amen. Unë të falenderoj për këto minuta. Besoj që për dëgjuesit ka qenë kënaqësi të mund të dëgjojnë se kush është Albani, kanë dëgjuar këngën, shumë të tjerë që siç përmendet ti e kanë dëgjuar vite më parë, por kanë rikthyer ato kujtime pikërisht të ecjes son me Zotin. Dhe unë jam e bindur që do të bekohen edhe nga këngët e reja dhe mezi presim të të kemi sërish në studio për të folur pastaj për albumin. Patjetër. Për mua ishte kënaqësi, Zoti ju bekoj. Faleminderit që më dha mundësinë. Faleminderit. Faleminderit. Jezusi, o Jezusi, jetën time ndryshon. Jezusi, o Jezusi, zemrën time bekoj. Jezusi, o Jezusi, jetën time ndryshoj. Jezusi, o Jezusi, zemrën time bekoj. Ti më do më shumë se një vëlla, më kupton kur qesh, më kupton dhe kur qaj. Ti je pranë kur them se jo s'kam fat, dorën time e shtrëngon, shpirtin time përqafon. Lutja ime të gjithë qiellin e hap, kur unë ty të kërkoj, derisa gjejos të ndaloj. Jezus emër ku çdo shpirt shpëton, ëmbël buzë qesh, me kuror më kurorzon.
O Jezusi, zemrën time ngushëllo. Jezusi, o Jezusi, jetën time ndryshoj. Jezusi, o Jezusi, zemrën time ngushëlloj. Jezusi, o Jezusi, jetën time ndryshoj. Ti më do më shumë se një vëlla, më kupton kur qesh, më kupton dhe kur qaj. Ti je pranë kur them se jo s'kam fat, dorën time e shtrëngon, shpirtin time përqafon. Lutja ime të gjithë qiellin e hap, kur unë ty të kërkoj, derisa gjejo s'do ndaloj. Jezus emër ku çdo shpirt shpëton, ëmbël buzë qesh, me kuror më kurorzon. Ku mund të shkoj, larg pranisë tënde, ku mund të shkoj, larg prezencës tënde. Jo s'mund të ri, larg pranisë tënde. Jo s'mund t'jetoj, larg prezencës tënde. Ti më do më shumë se një vëlla, më kupton kur qesh, më kupton dhe kur qaj. Ti je pranë kur them se jo s'kam fat, dorën time e shtrëngon, shpirtin time përqafon. Lutja ime të gjithë qiellin e hap, kur unë ty të kërkoj, derisa gjejo s'do ndaloj.